الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Të gjitha lavdit, falëndërimet janë vetëm për Zotin e Madh, Allahun subhanahu wa ta'ala. Ata e falenderojmë për ti falë dhe udhëzime, kërkojmë salavatet dhe salamet për shëndetjet më të mira mbi pejgamberin ton të dashur Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, shokëve të tij, familjes së tij dhe çdo muslimani dhe besimtari i cili ndjek rrugën e tij më të mira dhe në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, e përcollëm një pjesë të madhe të Ramazanit, një të tretën. E lutim Zotin e Madh Xhelel Xhelalu që agjërimet tona, kontributet tona, Allahu t'i ketë bëu kabul. Jemi në mesin e Ramazanit, ku zakonisht njerëzit dembelohen paksa edhe lëshojnë në takatet e tyre, porse mesi i Ramazanit është falja për gjunaheve. Andaj besimtari nuk guxon që të likështohet e as që të lëshon pe në angazhimet e veta, por duhet vazhdon me adhurime, me Kur'an, me taravih, me vepra të mira, deri të arrihet fundi final, ku shpresojmë që të kurorzohemi me xhenetin Allahut subhanahu wa taala. Do të vazhdojmë me lejen Allahut te bareke wa taala në rrëfimin e Musait alayhi salatu wassalam, të cilin po e përcjellim me Kur'an dhe me fjalë Zotit xhelel xhelalu. Zoti jon xhelel xhelalu në Kur'an në rrëfen në sure të ndryshme se si Musa alayhi salatu wassalam kishte lindur, se si është zhvillu, si ka shpëtuar nga shpata e Firaunit, e kështu me radhë, deri në martesën në Medjen, ardhjen me gruan e vet tek Firauni, dhe këtë kjo ishte bërë çfarë? Kjo ishte bërë me kaderin e Allahut te bareke ve teala, derisa erdhi me u taku me Firaunin për t'ia përcjell fjalën e Zotit xhelel xhelalu. Andaj shikoni vëllezër se sa i fshehtë është kaderi i Zotit xhelel xhelalu. Një fëmoshnje e cila rritet në lum, një foshnje e cila qumshtin e nanës vet e ka marrë dikun 3 muaj në lum. Megjithatë Allahu ka caktuar për ta që të jetë çfarë? Pejgamberi nga pejgamber ulul azm, i cili do t'ia thotë të vërtetën në fytyrë Firaunit. Andaj Allahu xhelel xhelalu çka i tha Musa alayhi salatu wassalam, qad ji'ta ila qadarin ya Musa, ke ardhur në kader të Allahut o Musa. Krejt kjo çfarë ka ndodhur tyje ka ardhur për me ardhur deri te pejgamberia dhe të folurit me Zotin te bareke ve teala. Në ligjëratën e kaluar e morëm takimin e parë mes Musa alayhi salatu wassalam dhe Firaunit. Dhe natyrisht që gjithmonë kur Musa është edhe Haruni. Ku është Musa? Pas pejgamberisë është edhe Haruni alayhi salatu wassalam. Andaj takimi i parë, të cilin e rrëfen Allahu te bareke ve teala mes Musait dhe Firaunit, pra mes Musait, Harunit dhe Firaunit, është takimi i cili është bë vet Musa me Firaunin. Andaj do ta vorreni sot se dje takimin e parë këtë tjetër muhabet ka bë Firauni, ndërsa ku të vinë të mëllojt, ku të vinë paria, ku të vinë generalet e ushtrisë, ku të vinë ministrat, ku të vinë fallxhorët, ku të vinë sehirbazët, krejt retorikën dhe muhabetin e ndryshon Firauni. A dhe kjo argumenton dhe çfarë? Se edhe kryetarët janë njerëz të cilët ndikohen nga rrethi. Andaj ka thënë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, Allahu nuk e dërgon një khalife, një kryetar, vetë se ja dërgon 2 pari rretha, njëri i keq, njëri i mirë. Pra nuk ka ndonjë khalife vetë se i ka 2 lloj rretha, rreth i mirë dhe rreth i keq. Ka thënë alayhi salatu wassalam, ati që Allahu don mi dhon të mira prej krijetarëve e ban me ngu rrethin e mirë, e atë që ka don me e shkatrua e ban me ngu rrethin e keq. Po këtë arsye vëllezër, shiko, sikur që i ka njeriu melekun edhe shejtanin. Meleku e nxit për të mirë, shejtani e nxit për të keq. E i shpëtuar është ai i cili e ndëgjon çfarë? E ndëgjon thirrjen e melaçës. Allah na bëf pyetën ya Rabbal Alamin. Ku melaçi na thret për adhurim, na thret për qetësi, na thret për falje, na thret për rahmet, e kështu me radhë. Do ta shohim se në debatin e parë Firauni interesohet me interesimin e nxënësit, interesimin e atij i cili kërkon ilmin. Andaj çka i tha? I tha
Femer rabbukuma ja Musa. Tha kanë keni Zot ju dy o Musa. Femer rabbukuma, bëhet pyetje për Zotin. Do ta shohim sot se në takimin e dytë që e ka pas Firauni, nga se të parën e ka hub. E në takimin e dytë ai shpreson kur ti mbledh ata njerëz se vet, mos pe fiton, mos pe fiton debatin me Musain alayhis salatu wassalam. Debati i parë në Kur'an është transmetuar dhe është rrofi në surën Taha, surja 20 në Kur'an. Dhe pastaj ka kalu tek debati dhe takimi i fundit, i katër. Pra ndërprendet debatin e parë, pastaj kalon tek takimi i katër. Takimin e dytë, kush do me përcjell me vëmendje apo në lexon të shtëpia, është në surën Al-A'raf, surja e 7 në Kur'an. Surja e 7 në Kur'an. Prej tek ajeti 103. Prej tek ajeti 103 deri tek ajeti 127 nga surja Al-A'raf, pra 7, 103, 127. Ky rrëfim në surën Al-A'raf është takimi i dytë i Firaunit me Musain alayhis salam. Por këtu vinë edhe njerëz tjerë, vinë edhe paria, vinë edhe ministrat, vinë ushtarët, generalat e ushtrisë, vinë krejt profesionistat që i ka pas Firauni, për me kanë me debatu me një njeri, me Musa alayhis salam. Thëtë Allahu te bareke ve teala në vazhdim: Thumme ba'athna min ba'dihim Musa bi ayatina ila Fir'auna wa mala'ih. Thot pastaj ne e dërguam Musa alayhis salam me ajetet tona deri te Firauni dhe wa mala'ihi dhe paria e tij. Andaj këtu është tjetër debat. Kjo është tjetër debat. Shumë për njerëzve që lexojnë Kur'anin apo përcjellin me vëmendje debatet, mendojnë se kjo është një debat, ndërkohë që këto janë 4 debate. Këto janë 4 takime, 4 diskutime mes Musës alayhis salam dhe Firaunit, të cilat Allah i ka regjistruar fjalë për fjalë që kanë folë. Dhe ku gabon Firauni dhe ku e përmirësojnë. Dhe si i thret një herë disa si irbas, pastaj i thret disa të tjerë. Do ta shohim me lein Allahu te bareke ve teala. Thot Allahu xhel xelaluhum fa zalamu biha. Por ata bën zullum. Ata u bën kryenet, nuk i ngun argumentet e Zotit xhel xelalu. Fanzur kayfa kana aqibatul mufsidin. Allah do shikoje çka përfundon dhe si përfundon fesadxhia. Si përfundon ai i cili bën fesad. Por para se me pas çish përfundon, do të më këshir çka ka bë fesad. Andaj Allah do të këshire çish ka përfundu, por para kësaj dëgjoje çka ka bë. Thot Allahu te bareke ve teala: "Wa qala Musa ya Fir'aunu inni rasulun min rabbil alamin." Tha o Fir'aun, i tha Musa alayhis salam: "Ya Fir'aunu inni rasulun." Fir'aun lëzër ne e përdorna faraon për njerin e keq. A di pse e përdorna faraon për njerin e keq? Se faraoni u koni keq. Për ndryshe fjala Firaun në bazë nuk o fjala keqe. Jo, fjala Firaun o krijetar. Fjala Firaun është krijetar i Egjiptit. Çdo krijetarit i Egjiptit i thonë Firaun. Çdo krijetarit i Egjiptit i thonë Firaun. Por e ka marr domthon si emër të keq, emri Firaun, për shkak se kjo u koni keq edhe i ka met më i keq. Sikur që për shembull dikush me emër dhe mbi emër bën vepra të këqija dhe njerëzit atë emër e bëjnë simbol të keqes. Andaj Firauni e ka pas emrin çfarë? Ramsis. Po këtu Firaun është thujt se u shkon mbret i Egjiptit. Thot Allahu xhel xelalu: "Ya Fir'aunu inni rasulun min rabbil alamin." Ka thënë unë jam i dërguari nga Allahu prej Zotit të botrave. Unë jam i dërguari Allahu prej Zotit të botrave. Çka i tha kur ke vet? Çka i tha kur ke vet? Kur ke vet çka i tha? I tha inna Rasula Rabbik. Kur ke vetë tha ne jemi 2 të dërguar të Zotit xhel xelalu. Këtu nuk i thot ashtu. Këtu nuk i thot. Këtu krejt debatin e merr përsipër kush? Musa alayhis salam. Megjithëse vllai e ka me veti, ama tash do të vinë njerëz të mëdhoj. Tash ka me fol me njerëz shumë më të mëdhoj. Andaj kanë dhënë dietarët se takatin edhe guximin por me vol me njerëzit madhe ka pas Musa alayhis salam, ndërsa Harun e ka pas veç për krahas. Andaj shiko, inni rasulun min rabbil alamin. Unë jam i dërguar i Allahut, i dërguar i Zotit të botrave. Pastaj çfarë ka thënë? Haqiqun ala alla aqula ala Allah illa al-haq. E kam hak që mos ta foli për Allah pas hakun. Pra është e drejtë e obligative jemja që për Allahun mos me fol pas të vërtetën. Dhe kjo dhe gjithë da shohim se nga të gjitha provokimet që ja ban
Musës alayhi salatu wassalam në debatin e dytë dhe të tretin dhe të katërtin. Musa alayhi salatu wassalam i përmbajë kësaj fjale, haqiqun ala ose haqiqun alayya alla aqulu ala Allah ila al-haq. Unë kam hak me fol për Allahin veç hak. Am provokon ti, am shan ti, am ofendon ti, am tall ti, am bullizon ti, unë nuk bi prej kësajna. Unë vazhdoj rrugën time. Dhe kjo vëllezër është thirrje për çdo musliman, që mos bie provokim i asnjë provokimi, të vazhdon rrugën e Zotit xhelel xhelal. Le të vazhdon rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Thot Allahu te bareke wa taala, qad ji'tukum bi bayyinatin min rabbikum. Shikoni vëllezër, ka ndru këtu muhabeti. Te i pari takim ka thënë qad ji'tuke, kam ardhur te ti o Firaun. Nja. Këtu ka thënë qad ji'tukum, i kam mbledh këtë Firauni. Këtu i kam mbledh këtë Firauni dhe debati zhvillohet tash. Shiko, o ka ul Firauni, edhe janë ul rreth e përçar krejt shteti te e përcjell kanë debatin mes kujna, mes Musait alayhi salatu wasallam edhe Firaunit. Mirë po, te debati i dytë, për shkak se te i pari, apo, sa i kallzon ministrat vet, i kallzon këshillit vet, apo, i kallzon atij ata çka i kanë ndihmës, i kallzon çka ka bëu debat parën herë. Dhe ata i thonë gabim, ti për pak i kanë t'ia pranua atina. Për kak se ka gabu të debati parë, te debati i dytë i thojnë lena neve të folna. Na e dina çka më e mira. Do ta përcjellë me lejnë Allahu te bareke ve teala. Thot Allahu xhelel xhelalu, qad ji'tukum bi bayyinatin min rabbikum. Ka thënë ju kam ardh me argument bejine, përdoret edhe për Kur'anin, kitabun mubin. Çka kitabun mubin? Libër në majën e qartësisë. Libër në majën e rrjedhshmërisë në qartësim. Nuk mundet me thonë dikush se kuptoj unë këtë Islam, se kuptoj unë këtë Kur'an. Është shumë i qartë, i dukshëm, i rrjedhshëm, s'ka ta xhexheza, s'ka ta enigma, s'ka këta veç unë e diti se di, ja s'ka. A mundi na mi thon për shembull në Ramazan dikujna, për shembull në jo muslimanit, i kanë ndo obligime së ndi kallzojna. Jo vetë i kallzojna, 5 vakt namaz, me agjëru Ramazanin, me dhënë zeqatin, me bo haqin, mos me bo zina, mos me hangër haramin, mos me hangër derin, mos me pi rakijën. S'ka të na enigma, s'ka të na shiizëm, e cila fatkeqësisht se shumë për njerëzve funksionon kjo. Kjo mesele vëllai veç për ti ja. S'ka kjo mesele veç për ti ja. Kjo fe Allahu ja për këtë njerëzit to. Andaj ka thonë ka tukum bi bayina. Ju kom ardh me argument qartë për këtë njerëzit, këtë e kuptojnë. Thot Allahu te bareke ve teala, fa arsil ma'iya bani Israil. Vini në vëzër, kur të dërgon Allahu pejgamber. Këtë muhabet të vëzër, kur ka vet Musa, a ka mujt mi thonë që ishte Firaunit? Jo. Kur i tha, një njeri i tha, wa ja'a rajulun min aqsa al-madinati, erdhi një njeri piskajt të qytetit, tha, o Musa, innal mala'a, që kjo mala, paria e shtetit, janë të bo muhabet me të vëra. A i njëti Musa, ama s'ka pejgamber. Çka tha? Fa khruj, del për qytetit, ik se do me të vëra. I njëti Musa, pas pejgamberis, shiko, dallon edhe çka do të thonë Allah me të bëj pejgamber, edhe kur si pejgamber. Kur s'ka pejgamber, fa kharaj, dul, iki. Shkojnë me Medjen, 10 vjet në jetën Medjen. Pi çka i shkoj? Iki pi Firaunit. I njëjti Musa, ama dallon ku të folsh me Zotin. Dallon kur tha Allahu te bareke ve teala, inni ma'akuma, unë jam me juve, o Musa, unë jam me juve. Asma' wa ara, unë shoh dhe dëgjoj. I njëjti Musa që ka ik, pi drejtohet krejt shtetit Firaunit. Arsil ma'i bani Israil, shloma poplin tem, liroje këtë poplin tem. Ro bjere vendimin, bema vendimin, se këtë bitë e Israil kanë marrë me mua. Liroje ato, s'ka me shërbi ato tyje. I ke robru ato pa drejtësisht. Kush mund mi thonë qështu bive të Israilit, Firaunin për bitë e Israilit? A di qka i bje kjo vëzër? Ki ka thonë Musa a.s. Pisot kemi mi shlu këtë bitë e Israilit, edhe ato mos i ki hizme qarti. Që i bje Firauni, kush bi bo hizmet? Këthejmi prak prapa, që ta kuptojnë atë qka i bje për Musa, për Faraonin shlomi bitë e Israilit. Kur këti vra foshnjët Faraoni, aja pruni vendimin çdo foshnje mashkull çka lin e vras. Po. Pse e bani një vit po, një vit jo? Pse e ndroi ligjin? Se erdhën paria, i than, o Firaun, ndroje ligjin se janë tu si tu lan asnjë mashkull të bijtë e Izraelit. Jo që po na dhimbën ato, po s'ka kush me të bëj hizmet. Ndroje. Ata çka bani tha një vit po, një vit jo. Një vit ka vra, një vit s'ka vra. Pse? Që çat vitin shka zvret,
të rritën ato djemë t'i bojnë hizmet. Kretë këtë popull, bive të Israelit, ka arë Musa i thotë shloje me muë. A mu që vara muë? Mi ju drejtu presidentit më të nalë të venit, komplet me ministri, asë një ministrë s'ka munguati, asë një general ushtërije s'ka munguati. Qka i ka thonë komplet të në shlo me bitë të Israelit, shlo ma këtë popullin. Kjo dhe zë kush banë, veç pengamberi e banë. Vetë pengamberi e banë. është absurdet mi u drejtu Firaunin këtë formë. Thëtë Allahu te bareke ve teala, qale in kunte ji'te bi ayatin fa'ti biha. I ka thënë, nëse ki dëni argument, nëse ki fakt, shiko si e detyron Allahu gja Firaunin me fol me Musa alayhis salam. E ka harruar çështjen e vrasjes. E ka harruar çështjen e çfarë? Se Musa a ka një gjikum për shtetit për me myt. Kito i ka harru, ka thënë, a ki argument? Ka fillu frika me ju Firaunit. Ka thënë, nëse ki argument, sjellë argumentin. In kunte min as-sadiqin. Shiko çka i ka thënë, zakonisht të folin, si t'jesh besnik, si të munduk besnik, racak i të munduk, ma vonë do t'i thot, i të rrejt. Ka thënë, in kunte min as-sadiqin, si ta folsh të vërtetën. Thot Musa alayhis salam, thot Allahu gja, fa alqa asahu fa idha hiya thu'banun mubin. E ka gjujt Musa alayhis salam kal shkopin, argumentin. Dhe ajo o shëndru në gjarpën, o shëndru në gjarpën. Dhe vini revëzër, kur e ban Allahu gjele gjelelu pejgamber Musa alayhis salam, edhe i thot nxjerrësh dorën tane, nxjerrësh shkopin tanë, çka ajo shëndrohet, i thot Allahu hayye. Gjarpri më i madh që ekziston. A këtu nuk e ka gjujt çat njëjtën. Ka thënë thu'ban, pak ma poshtë, pse s'ka nevoja me çeta tutut. Musa si ka kallzu tjetër gjarpën, që atë ta boje më të guximshëm, që ti të shifsh llojet e gjarpave të shumë. A te Firauni kur ka shkuj ka thënë thu'ban, një gjarpën pak ma poshtë, apo thot Allahu te bareke ve teala, thu'banun mubin. Ka dal gjarpën i madh, edhe ky gjarpën ju ka sill Firaunit ngrije. Apo dhe ka fillu me e friksua. Thot Allahu te bareke ve teala, wa naza'a yadahu, edhe e nxjerri dorën. Dorën që ka Allahu tha, wasluk yadaka fi jaybik, shtin e dorën në xhep, edhe nxjerret dele bardh. E ka shtit tash, e ka mësu dersin Musa alayhis salam. E ka fut dorën, wa naza'a yadahu, e ka nxjerr dorën e vet, fa idha hiya baydha'u lin-nadhirin. Krejt që e kanë pa flok të bardh dorën e Musait alayhis salam. Këto kanë qenë dy argumente. Shkopi dhe dora e bardh e Musait alayhis salam. Vini revëzë tani. Qale al-mala, Firauni s'fol më. Edhe Firauni tash thot, bo, unë e hupa të batin dje, ja këto kanë me fol tash. Thot Allahu gja, qale al-mala. Kush është kjo vëllezër mala? Tri shkronja i ka. Me le a me mush diçka. Ata e mushin shtetin, ata e mushin qeverinë, ata janë themelët e shtetit. Firauni havesh një njeri, ata këtë e rregullojnë ata. Andaj Allahu xhelle xhelaluhu i ka emërtu këta njerëz gaun, ata që e nxisin devijimin, ata të zot i rin përmas devijimit. Apo këta janë ata shejtanët që i rin anash. Firauni çështu dush me apo. Firauni çështu dush me apo. Firauni e ka vulën, por ata e shfrytëzojnë të parin. Apo dhe është sigur arteria me zemra dhe gjakun. Apo asnjëra patjetër nuk ban. Firauni pa to s'ban, ata pa Firaunin s'bajnë dhe çfarë? E bojnë krimin bash, krim i organizuar. Krim i organizuar. Thot Allahu te bareke ve teala, qala al-mala'u min qaumi Firaun. Tha paria e popullit Firaunit, pra prej egjiptianëve. Inna hadha la sahirun alim. Vini re. Që është Musa sihirbaz, s'ka dit mi thonë Firauni, s'ka dit mi thonë që ti e sihirbaz profesionist. Kush e ka mësu? El-mele. Ka dole ka thonë se ti që e ke zonë vetë Firauni, pra në mbretin e madhe ke zonë vetë, s'ka dit me vole. Ka thonë ti ka në sihirbaz me shkollë, alim. Ti po dishe. Shiko vëzër, si munohen me neutralizu e kreç shpalljen e Zotit me një laf. Ti ka në sihirbaz o Musa? Sikur që mundohen gjithmonë islamin, këto të bojnë sehire, këto t'i morin mend, apo këto të shtin mi fal 5 vak namaz, apo ta japin një ujë e shtin mi fal 5 vak namaz. I dëgjoni vazhdimisht se si e luftojnë fenë Allahu te bareke ve teala. Çdo simbol Zotit xhelal mundon me kthie çfarë? Ti kanë marrë mend, ta kanë hub menën, apo ta kanë shpërla trunin. E çështu i ka thënë Firauni, i kanë thënë populli
paria e Firaunit Musa alayhis salam. Ka thonë ti kanë sirbaz i madh. Ti kanë sirbaz i madh, paske dijen se hirët madhe. Thot Allahu xhela xhela yuridu an yukhrijakum min ardikum famadha ta'murun. Vjen paria ka thonë. Ka thonë, shiko, pra vendimi i fundit që na e kena marrë për Musa alayhis salam. Këta kanë marrë vendim për Musa alayhis salam, por nuk mundet kërkush me marrë vendim për pejgambert. Çka ka thonë? Ka thonë ky qëllimin e paska, juridu, kanë thonë komentatorët, iradja në zemër. Irade, po do. Ky paska qëllim me ju nxerr juve për Egjiptit edhe me çfarë? Me ju shpartallu për vendit juve. Vini vëllezër, a shet dikush qëllimin e njerit? Juridu, kosh kjo, në zemër. Apo, andaj sa njeriu vëllezër sot gjikohet me niyetin e tij, thotë ti çiket niyet e ki. Ti çështu e ki pas plan. Shumë interesant vëllezër, tregon një hoxh në Egjipt, thotë kam qenë, thotë në një prej gjykimeve ku janë gjiku shumë prej muslimanëve me niyet. Ka qenë njëna prej seancave është quajt, seanca e ëndrrës. Thotë na nuk e kuptojsh mi çka. Seanca e ëndrrës. E kanë marrë një djalë tri musliman, edhe e kanë gjikue. Edhe i kanë thënë, i akuzum për çfarë? Për një ëndër. Ka thënë, a i nje filanin dhe filanin? Ka thënë, nuk i njo. Filanin nuk i njo. Filanin nuk i njo. Ka thënë, vesh njani për të re njo. Ka thënë, cëllin e nje? Ka thënë, vesh filanin. Ka thënë, qyshe nje, kumpa në ëndër. Ka thënë, e kumpa një ëndër, një ditë për ditëve, e bana një akika. Edhe në atë akika, thot, kishinar plot për muslimanve, njani për aty në shka u konë që ki. Thot, tamam, bere dhe këta, në burg. Edhe i thojnë tash, kalzona ketë me zhlis në akika, kanë e kipa në ëndër. Në ëndër, kanë e kipa. Krejt që ka ju ka thonë, që ta e kanë pa në ëndër, kiti kanë bledh. Dhe janë gjiku krejt qelia e ëndrës. I burgosit kjo në Egjipt. Nëse Egjipti qëfar? Egjipti që thot, Shekh Kishki, thot, Egjipti është veni zullumit. Veni ku njerëzit për një e për dy të fusin burg. Për një e për dy, hajde, këtu. A mundi me paramëndu, shika që kanë thonë, juridu e ju khrijekum. Ky që këtë qëllim e paska, ku pe diti qëllimin? Ku shifët qëllimin? Ti te pa veç gojër, ti të janë i lafët. Ku pe diti qëllimin? Ama të gjikojnë për qëllim, sepse është shtati zullumit, dhani zullumit. Ka thonë juridu e ju khrijekum min ardikum. Ka thonë ky po do me ju nxjerrë juve, çfarë? Prej tokës juve. Ama s'kan thonë me sehire. Se kanë filluar tekstin me modifikue. Se Firauni ku të fole, a thash, Firaunit ku t'ja heksh tekstin e s'di me fol. Apo, e ka një herë, do t'a shohim na te takimi i tretë. Ata e mësojnë Firaun. Kur thoje Musa çështu, ti thuaj çështu. Lexoje tekstin mirë. Ama ai ka njerëz se sheh mirë edhe gabon edhe me tekst. Apo, s'di me lexue. Allahu ç'a thot? Shiko këto janë përgatit, to din me vol. Ka thënë yuridu an yukhrijakum min ardikum. Këta do më nxjerr, ki do më nxjerr pi juve, pi tokës juve. Pastaj që kanë thënë, "Fa madha ta'murun?" Çfarë urdhri po jepni? Shikoj vendimi më një herë. Çfarë urdhri ju po jepni? Këta kanë sikletën ta sosin më herë. Hajde ta mbit namuzën edhe të lirohemi pikëtina. Fa madha ta'murun? Faraoni nuk fol. Shikoj, këta vet thonë, çka më bë? Pra o Firaun, çka të bëjna? Ama Firauni nuk fol. Qalu arjih wa akhahu wa arsil fil madaini hashirin. Çfarë kanë thënë? Kanë thënë vetë kanë thonë çka me bë, vetë e kanë thënë gjevapin. Që i bie çfarë vëllezër? Që shumë prej krijetarëve, që shtu i thojnë, që shtu du të me bë më mirë për ti krijetar, edhe natë kallzojnë atë cila më e mira. Edhe ai del thot më e mira që kjo. As vetë se ka propozu, as vetë se ka realizu, as vetë nuk e ka mendu ata. Këti tërkush e ka menue, këti tërkush e shkun letrën. Thot Allahu te bareke ve teala. Qalu arjih. Vetë kanë thonë paria, vetë e kanë thonë gjevapin. Ka thonë jep i afat, shloje, leje njerë, jo që me liruë. Ka thonë leje edhe vlajnë e vetë. Wa arsil fil madaini hashirin. Dhe në për qytet mbledhi qfarë? Sirbast e tu. Andaj në surën A'raf, takimi me Firaunin dhe Parin dhe Musajin dhe Harunin është bo me sirbast e palatit. Sa janë konë sirbast e palatit? 3.000 sirbaz. Këto i ka pas sirbaz personal kabinetit, konsultit të Faraunit. 3.000 sirbaz. Këto i ka thirë gjithmonë, këto i ka pas punësum. Këto kanë morë rogë për se hirët që i kanë bëhe. Pasat do të ashojmë në surën Shuara, se si do të bëhet, se ki dështon këtë takim. Banë këtë musliman. E qka banë? Thot ka dale se edhe një herë. Edhe një herë, dhe sa ta mitë Allah në deti.
derisa e mit Allahu xhelandeti. Thot Allahu te bareke ve teala, thot paria, le, jepi afat. Derisa jo afat këtij mi dhon, afat për neve. T'ju çojna letër punësuarve prej sirbazve tu, ti mbledhna në pallat. Ti mbledhna në pallat. A dhe ka thon shloje fa arsil. Arsil kanë thënë komentatorët, është shloje derisa t'ju çojmë letër se sirbazve ton të vinë. Kur vinë sirbazët ne të vënë prap. Kur vinë sirbazët ne të vënë prap. Dhe sa ku ti thire sirbaz profesionista, të cilat nuk janë të punësuar në pallat, ata do të thotë wa ba'ath fil madain. Tash këto të punësuar dështum. Këto të punësuar dështum, bjeri do të jetë. E pastaj do t'i thirr 80.000 sirbaz. Thot Allahu te bareke ve teala vazhdim. Thot Je'tuke bi kulli sahirin alim. Kanë thonë paria, ne e sjellim tash çdo sirbaz që të punon te ti, edhe është i dishëm, që ti rije karshi, kujna? Musait alayhis salatu wassalam. Këto vëzër kanë menuar që Musa alayhis salam kanë menuar që kështu, se ja gjojna në sirbaz tjetër edhe e mund. Ama Allahu xhelala na vjen tregon në Kur'an diçka tjetër. Çka thot Allahu te bareke ve teala? وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. Ata pi për jashtë kanë thonë ki janë sirbaz, a pi në shpirt kanë thonë Musa pejgamber. Allah thot واستيقنتها أنفسهم, ata pi mrena kanë ditë që janë pejgamber. Ama dhulmen wa ulua, ama zullumi i madh, edhe lartësia e madhe, kryesësia e madhe e ka bë me mendu që në jabina do se hire këtina edhe e mujna. Thot Allahu te bareke ve teala, Je'tuke bi kulli sahirin alim. Tabina na çdo sihirbaz tyje kujna. Je'tuk tabina ti o Firan që ta shif çysh e mujn Musa alayhis salam. Thot Allahu te bareke ve teala, wa ja'a as-sahara. Vin sihirbaz më një herë. Vin re te debati i dytë, te takimi i dytë, sihirbaz vin më një herë. Te takimi i katërt, tretë, nuk vin më një herë. Pse? Sepse fejumi as-sahara, i mbledhin sihirbaz. Pin skajt kufinit, lindje, parandim, veri, juk, ku e ka pas fundin e shtetit, ka shku ka lip sihirbaz, kanë thanë çdo qytet, hajdi se po lip Firauni sihirbaz, për me ja mujt, për kanë me mujt, një njeri me mujt, Musën me Harunin. Këtu kanë ardhur një herë, pse kanë ardhur se janë konë punësum, pra i punësumi vjen një herë, sa ti shkoj letra, hajde, edhe ka ardhur, vini re, thot Allahu, wa ja'a as-sahara. وجاء السحرة فرعون. Ardhën sihirbaz të Firauni. Ardhën, pse ka thonë këtu të Firauni, a ftesën ja ka bëhe paria? Pse? Sepse ftesa a bëhe në emën Firaunit. Gjithë shka bëhe në emën Firaunit. Allahu gjelohat gjithë za zullumet që e kanë mësu Firaunin, Firaunit ja kanë gjithë. Pse? Se a i ka vullos. A i ka vullos. Andaj ju kanë që letër të punësume, po ju thirë Firauni. Thëtë Allahu te ba, vini revëzër. Sihirbazat janë të Firaunit. Sihirbazat i pagun me rogë Firauni. Vini re në fund çka ju thot Firauni sihirbazave të vetë. Të vetë që kanë punu me rogë me vitet e aj. Apo 90 vjet i ka pas Firauni kur a zhvillu që ki debat. Apo 90 vjet. E Musa sa i ka pas 40. Alayhi salatu wassalam. Thot Allahu te bareke ve teala, wa ja'a as-saharatu Firaun. Ardh sihirbazat e Firauni. Qalu inna lana ajran. Than na e kena një rogë të ti. Po për këtë detyrë, se sehirja ka zahmet, sehirja magjia ka zahmet, ka punën e vetë. Ka thonë na një rogë e kena. Ama për këtë puna ka dhe në diçka të shtesa jo. A hinaj të ndër tjetër, a shlonaj të ndër tjetër ajo. A na shlon në rogën e 13-14 ajo. Ka thonë na inne le na ejran, na e kena një shpërblim edhe një pag. Ama ka dhe diçka tjetër. Ku ti mbledh ato sihirbazat tjerë, ato s'kan rogë. Ato minjarë thonë, pse na me bo sehire për tije? Apo, a na pagun ti? Se ato s'kan rogë heq. Këta kanë rogë. Këta e kanë rogën, ama lipin qëfar? Shtesa. Pra rogën e kena, ama kjo me Musën mu shti problema. A duhet me në dhonë shtesa. Thëtë Allahu te bareke ve teala, qalu inne lena ejran. Këtu kanë thonë, na e kena rogën. Ku të vinë 80.000 sihirbaz që s'janë punësum, ato shka i thonë, e inne lena ejran, a na pagun ti? A këtu kanë thonë ti na pagun. Se e din që Faraoni pagun. Vinjere dhe zë Kur'an e shumë i përpik këto. Këtu e ka vesh një shonë dallon. E inne pytje, a na pagun? Këtu s'ka thonë a na pagun. Se ti na pagun se na pagun. Na rogën e kena. Ka thonë inne lena ejran in kunna nahnu l'galibin. A na është rogën o Firaun, mu kanë që fitojna. Vini re dhe zë tani, se ta kuptoni Kur'anin. Na shpesha lezure Kur'anin nuk i kuptojna.
Por çka pi thirr Firauni? Pi thirr për mi kallxue njerëzve parijes vet që Musa nuk ka pejgamber. Nuk ka pejgamber. Ama Allahu pe zbulon nëpërmjet sehirbazve se muhabeti nuk ka muhabet haki dhe batili. Çfarë po thot? Kit muhabeti para. Shiko Allahu si zbulon. Andaj masit marrën musliman sehirbaz, ai akuzon, thot, jo ka shikon me Musën, ju jeni komplot ngini bë mua. Ata çka I thonë? O Firaun, ti vetë na ki pru këtu, na për ti punojna. Kur e kena taku na Musa alayhis salam. Ata shiko, Allahu e zbulon, inna lana ajran. A paguam për këtë punë. E mirë vëzër, kur dalim ballavaçim hakin dhe batili, a hin muhabet parja? Jo, ama Allahu na zbulon se muhabeti s'kon muhabet fitore vërtetës dhe pa vërtetës. Firauni se ka kalën e vërtetës pa vërtetës. Me rancit e Firauni me dal, Musa so pejgamber. Musa nuk ka të drejtë. E me çka e ban këta? Me pare. Shiko dhe zemre, lena e qëra? Ana është në rogën? Ana jam problem? Ka thënë Allahu Gjelluar, in kunna nahnu l'galibin. Nëse na jena, që fitojna. Pse ka thënë in kunna? Nëse jena, se ka thënë kështu ato, e din shka, se irbas e din mas mirë ti rënën e vetë. Ska si irbas që I din rënën e vetë. Ska si ata që rënë, që e din ma mirë se ata që janë të rënë. A ka ma mirë se rëna caki që e di që ka rënë? Kush e di I pari që një sena rënë? A I që e ka shkujt? Ata shumë mirë e din. Ka thonë masi Firauni u ka ngëtëru dikon, nuk kanë letë. Ande ka thonë nëse fitojna. Pse nëse? Pse s'ka thonë na 100% fitojna? Nuk I dijet. Thëtë Allahu te bareke ve teala, kale naam. I ka thonë Firauni, normal. Po, ja u rritë rrogën, nuk ka muhabet për parës bëhat e sapi. Ka thonë Allahu Gjellu Ala, kale naam, wa innekum lemine lë mukarrabin. Ka thonë dhe ju jeni për njëzve të mi, ju ka ma ofër. A që ka thamë në lëgjerat e kaluar? Rroga ma e madhe të Firauni, mas ministrave generaleve të justicisë, kushe ka pas? Se irbast. 3.000 ka pas punësum palat. 3.000 ka pas punësum palat. Anda që ka thonë, po ju një njërzit mi, ju paguj, s'ka dyshim që ju paguj. Thëtë Allahu te bareke ve teala, thëtë Allahu gjele gjelaluhu, kale naam wa innekum lemine lë mukarrabin, kalu ja Musa. Vidire, që ka I thojnë? Kalu ja Musa, o Musa, imma en tulqia o imma en nekune nehnu l'mulqin. I kanë thonë, o Musa, këtu kush ka foli pari? Sihirbast. Se janë sihirbast e Firaunit. E Musa është tash, Musa ne ka qilë Firauni karshi. Kur t'i bije 80.000 sihirbast të takimi I tret, kur t'i bije sihirbast 80.000, ata e menojnë Musën të Firaunit. Ato e dinë si gjalli Firaunit. Andaj të debati I tret, Musa I thot, ja ju gjuni, ja une po gjuj. Ja ju nisjani, ja une. A këta folin të parë. Pse? Se janë pari, janë të Firaunit. Andaj ka thënë, kalu ja Musa, o Musa. Ja, pra po njën pak sigurt, imma en tulqia wa imma en nekune nahnu l'mulqin. Apo gjun ti, apo gjujnë na. Thot Imam Kurtubiu rahimahullah, thuhet se prej sebepeve që Allahu I ka udhëzu që të sihirbaz edhe ata të tjertë, është edebi që e kanë kallëzu me Musën. Çfarë edebi dhe që kanë kallëzu? Kanë thonë, ja Musa, imma en tulqia wa imma en nekune nahnu l'mulqin. Kjo është prej edebit. Ka thonë, sikur kur I thu debat dikujna, ose fillot ti, po ta ja për parsirën, ose me fillojnë na. Kjo dhe zë për edebit do konë. Po kur e kanë po Musën çfarë njeri jo, ata e din. S'ka lidhe ki me sihirbaz. I pari që e di se sihirbaz, I pari që e di se dikush nuk ka sihirbaz, kush ha? Sihirbazi. Nuk ka sihirbaz ki. Ata e kanë ditë, e kanë pasë kë njeri, apo. Andaj shiko që e kanë thonë, imma en tulqi, apo gjunti I pari, I kanë thonë përparsi. Për kësaj përparsi Allahu gjela dhuhet se për këtë edep I ka bë besimtar. Thëtë Allahu te bareke ve teala, ja Musa, imma en tulqi o imma en nekun nahnu l'mulqin. Ja gjujti I pari, ja po gjujna na. Kale elku, I ka thënë Musa, gjuni ju të partë. Gjuni ju të partë. Bro, zbraz një krejt fuqien që ka e kini. Dhe kjo qëfara, vëzër? Kjo është se jo kalon atyrve mundësien I pari. I kalon mundësien që gjujnë ata I pari. Kale elku, falemma elkau saharu a'jun e nas. Vini re, vëzër. Kurani është shumë interesant. Surë Shuara, ku të të mledhen 80.000 sihirbaz, para kitë popullit ka mu bëhe gjujtë mja.
ata gjujnë edhe ki gjujnë. Këtu nuk thot Allah u tut Musa, nuk ka tut hiq. Pse? So on palat, o të Firauni, 3.000 sihirbaz, su ka tut hiq. Kur ti mledhe 80.000 sihirbaz, fillon mu tut Musa. Fa aujese fi nefsihi khifet e Musa. Kur i mledhe 80.000 sihirbaz, fillon mu tut pak Musa. Kulna la te khaf, i thot Allah, mos u tut. Këtu su ka tut. Pse nuk u ka tut, se ma pak janë ka 3.000, a i di dhe sa i ka thirë tjerë, edhe 77.000 sihirbaz tjerë. O dhe zër, njerëzit për një sihirbazit me halë tutën, 10 më kanë, 20 më kanë, 3.000 ren, 3.000 ren. Tut 3.000 ka një gjarëpën e kanë gjujtë. O dhe i kanë sulmu Musës. Apo, andë i ka thënë Musa a.s. Gjuni, elku, gjuni ju. Thëtë Allahu te bareke ve teala, falamma alqau, kur i gjujtën, këtu nuk i ka përmen as shkopit, as litartë. Dërsa kur vinë 80.000, ato janë ma profesionista. Ata janë akademikat e sihirbazve. A këto jo, këtu i ka pos punësum, i ka pos për qefin e Firaunit. Thëtë Allahu te bareke ve teala, saharu a'yunin nas, i kanë fut në fantazin, sehire, ata të pranishmit. Kush janë këtë pranishmit? Paria, kanë hije në sehire. Sihirbaz vëzër, kur e gjujnë gjarpnin, a e bëjnë shkopin gjarpën? Jo. Jo. Andaj që ka thëtë Allahu te bareke ve teala, fa alqa asahu fa idha hiya thu'banun mubin. Ajeti 107. Kaloni tek ajeti prit ajeti 107 deri tek ajeti 116. Tek ajeti 107 thot e gjujti Musa, kur e nisi debatin, e gjujti shkopin, u bo gjarpën. Kur e gjujtën sihirbaz 3.000 sihirbaz, i gjujtën shkopit e tëre, Allah thot nuk u shëndru në të njarpën, po njerëzve ju duke. Se hirja sihirbazit anë veç me të duk. E gjujti një gjarpën, s'ka gjarpën, për eke s'ka kur gjo. A dhe të Allah, saharu a'yunan nas, veç syjme ju ka duk. E për këtë arsye Allahu Gjeshfana thot, ata veç ta imaginatën ta prekin. Ndërko që shkopi i Musait bëhet çfarë? Bëhet për një me gjarpën. E ka dallim me ta maurësinin, e ka dallim me gjujgjarpënin. Thot Allahu te bareke ve teala, saharu a'yunan nasi wastarhabuhum. A dhe i tutën, fillon ato mutut. Apo, çfarë sihirbaz të mëdhej pas mina, çka di kanë me bë këto? Thot Allahu te bareke ve teala, wa ja'u bi sihrin adhim, dhe ardhën me një sehire të madhe. A mund të para muzër me të duk për një me që jo gjarpën, ama s'ka nda gjarpën. Argumentet që s'ka gjarpën, sepse njeriu s'ka mundësi me kriju gjarpënin. Edhe sehirbazi ma i malë se në krijon gjarpënin. Nuk e që çka ban? I duket sinit që janë gjarpën. E meraj një material, edhe duket ti si ka po qështu, ama ai nuk ka mundësi me bo. Pse? Sepse kudretin për me shëndru një materie në materie tjetër, kush e ka? Allahu Gjellola. Andetët Allahu te bareke ve teala, fa alqa asa, Musa e gjujti shkopin, u bo qëfar? Hera pa këtu, ala sa pa dhe faqu me sihirbaz. Kër e ka gjujt shkopin, u ka bo qëfar? U ka bo gjarpën për një me. Këtyre së shbo gjarpën për një me. Thëtë Allahu subhanahu wa ta'ala në vazhdim, wa ja'u bi sihrin adhim, dhe kanë ardhur me sehiret madhe. Thëtë Allahu Gjelle Gjelalu, wa auhajna ila Musa, e ne i shpallëm Musës. E ne i shpallëm Musës. Këtu është vëzër hera e parë që Allahu i shpallë Musës që bëhet kjo puna ballafaqimi me sehiret. Ma vonë mo e mëson dersën në ligjeratën dhe e dimo, veç e gjunë. Andaj dhëtë elka, veç e ka gjunë. A këtu dhëtë auhajna, vini vëzë Kurani shumë precis. Ja ka mësu një herë, pasaj e di me bo vetë. Ja ka mësu Allahu një herë, pasaj e di me bo. Fa auhajna ila Musa en elki asak. O Musa, i shpallëm, gjuje tash të shkopin tanë. Mani me vëzë kër e stërviti Allahu për gjarpin e madhë? Po, që të ketë tash ga dishmëri, mu ballafaqu ku të shohet 3.000 gjarpna. Thëtë Allahu subhanahu wa ta'ala, fa idha hiya telqafu ma yafikun. Dhe ja shkopin që e gjujti Musaj a.s. Vini req farë thëtë Allahu, telqifu, e gëlltitte rejnën e tëne. E ka gëlltit kanë rejnën. Pse e ka qëtu rejnën e tëre? Sa i nuk o gjarpën, a i veç ju ka duk. Sikur që plot për rejnën veç ashtu dukët, a i veç e madhnon një mahabet, ama i so që ashtu. Telqif është me gëlltit me fut më rejna. Allahu e gjujti Musa edhe ua gëlltiti rejnën e sihirbazve. Thëtë Allahu gjellë gjallë vazhdim, fa waqa al haqqu wa batale ma kanu ja'melun. E erdhën pa
dul haku, dul e vërteta, edhe batili që ata e bënin, çfarë? Batili që ata e bënin, u zhduk. E kota e tyre, u zhduk. Qysh u zhduk, vëllezër? Sepse kur e gjujti Musa a.s. shkopin e vet, ai u bë gjarpën punime. Veç i gëlltiti këto 3000 gjarpën të fantazum. Çan gjarpën ato? Veç dukën. Ata veç janë ju a dukën starhabum. Sigur gjarpën e bajka. I ka gëlltit krejt, edhe çfarë ka bë? Thot Allahu xhela, u zhduk e kota. Këtë rrejna. A kupton vëzër Allahu që na tregon, këtë në rrejnë jetojnë ata, këtë fantazi jetojnë ata, këtë në imagjinat jetojnë ata. Nuk ka realitet ajo. Thot Allahu subhanahu wa taala në vazhdim, fa ghulibu hunalik, mundën dhe poshtën sirbazët dhe krejt ata të cilët ishin me Firaunin, wa anqalabu saghirin. Vini rëzës ka shpejnë Kur'an. Thot Allahu, dhe kaluan në njerëzit ult. Apo, ata jo që e kanë kalzu vetën, ata prapi kanë dhënë zor, vazhdon Allahu e ka dhënë. Ai prapi jep zor. Faraoni prap me kibër. Ama Allahu çfarë thot? Ama pi mrena anqalabu saghirin. Kur gjatë s'ka me këtë sejtë bazë. Musa pejgamber, Musa alayhis salam pejgamber, s'ka kur kush. A mund të gjarpën për një mellëzë me bo? Dikush? Sirbaz i madh. S'ka vëzër sirbaz sot që ka pas atëherë. Nuk ka sirbaz sot që ka pas atëherë. Se në kone e Kur'anit. Në kone e Kur'anit. Ata, çfarë sehire kanë pas, andaj thuhet në shumë prej komenteve se sehiret më të mëdha janë në Egjipt. Pse? Sepse ka pas themelet e sehireve. Ka vende në të cilat mbledhen bashkarisht sot e sot sirbaz dhe ju bëjnë sehire njerëzve, e sidomos muslimanëve. Allah i ruaj të gjithë muslimanët prej sherrit të sirbazëve, ya rabbal alamin. Se bojnë dëm të madh zot. Ju shkaktojnë njerëzve lëndime, shkaktojnë njerëzve mundime, me çfarë? Me çsi muhabete, duket si gjarpën. Çku që isha plot pidrive të muslimanëve. Allah i sharof ya rabbal alamin. Thot Allahu xhela xhela wa anqalabu saghirin, pimrena u shndruan shumë të vegjël. Ata të vegjël janë realitet. Andaj nuk ka krye madh vetën e vet ai vogël. Vetën e vet ai vogël, andaj e mund vogëlsinë e vet me një mallsi. Thot Allahu te bareke ve teala wa ulqiya as-saharatu sajidin. E tash i dahën safët mini har Firaunit. Thot Allahu xhela xhela, ata që i ka thirr ushtar për veti, ata që i ka pas sirbaz për veti, thot Allahu xhela xhelalu, e kur dulm pa e vërteta, ç'a ndodhi vëllezër? Ulqiya, shikoj vëllezër, shikoj shpreha kuranore. Ulqiya janë gjujt. Bin një herë kanë rosejde. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Pse jo vëllezër bin një herë sirbaz? Se sirbaz të kanë ditë mas mirë se çka ka bëban Musa, o hak, se na kanë batilin, na e dinë ata. Po na kanë menu, ata kanë menu se ka dalë një sirbaz e Firauni s'u po mirë dash me ta shkojnë na jasos na punën. Ama kur e kanë bazë këtu s'ka të bëjë me sirbaz, por ka të bëjë me pejgamber, me Musa alayhis salam, thot Allahu xhela xhelalu wa ulqiya as-saharatu sajidin. Ran sirbaz sejdë, min një herë kanë rënë sejdë. E pse vëzër veç sirbaz rënë sejdë, ato krye mëdhoj të alas po bin, se janë xhenemli. A kuptoni vëzër pse Allahu se ka shkatruar minar Firaunin? Sepse në kaderin e Zotit ka qenë e shkruar 83.000 sirbaz mu bua musliman. 83.000 sherre janë pezullu me Musa alayhis salam. Veç me ardhjen e Musës, edhe e ka marrë veç hakin Firauni, edhe ju ka bo farz xhehenemi, edhe ushtrisë vet, edhe Hamamit, edhe Karunit, dhe 83.000. A di çfarë sherr kanë bo sirbaz? A di sa sherr në boj sirbaz? 83.000 janë bo musliman. Pra 83.000 burime sherrit i ka msheli Musa alayhis salam. A kuptoni me një shkop që ka bo Allahu xhelalu ala? Me një shkop 83.000 xhenetli, 83.000 sherrit janë nal. Apo, një sirbaz kur des mahall, kitë mahall e lirohet. Po me dek, me u nal 83.000 sirbaz, sa është ajo? Shumë. Thot Allahu te bareke ve teala, këtu 3.000 janë gone. Wa ulqiya as-saharatu sajidin, qalu amanna bi rabbil alamin. Ka ra sejdë dhe kanë thënë, ne i besojmë Zotit të botrave. Kaq. Ne i besojmë Zotit e botrave. Për këtë ka ardhur Musa alayhis salam. Për këtë ka ardhur Musa alayhis salam. Thot Allahu xhela xhelalu, Rabbi Musa wa Harun. Ne i besojmë Zotit Musës edhe Harunit. Thot Allahu xhela xhelalu,
Qale Firaun. E tash Firauni deri tash s'foli hiç, apo? S'foli ky. Te veçeli i madh nuk ka fol hiç. Tash fol. Apo, e ku të fole shkreton. Ku të fole ja huq. Apo, se s'di me fol pa letër. Nuk di, ja kanë hek letër, s'di. Tash ki pi nervozës, ran, sejsh dhe këta sirbaz, ki detyrohet me fol. Qale Firaun. Andaj në krejta debatët, Qale Firaun në veç surë A'raf, asurë Taha, asurë Shuara, as Yunus, veç në dhe Qale Firaun. Firauni ka fol. Pse? Se të këtë debatin, kush e u dheqi? Paria, ministrat, generalat. Ta është vjen Firauni dhe fol. Qale Firaun. Tha Firauni, amentum bihi. Ka gabu edhe në shprejhe. Ka gabu edhe shprejhe. Andaj në shurën Shuara, të debati tret, e mësojnë atë dhëtë, nuk i thuhet amentum bihi. O të veqel, nuk i thuhet kështu, po i thuhet amentum lehu. Andaj të debati tret e regullon. Lexoje mirë që atë kena shkrujt, jo kështu me vol. A kuptove? Shiko Allah si në ka zonë se sa qëfar far ahmak ja kon. Ka thonë amentum bihi kable en adhen e lekum. Ka thonë qysh i besut ju Musës kur unë si kam dhonë leje. Mirë dhe zërë, pse po thënë atë të veqelu kon? Besimi kua? Besimi kua? Anë zemër. A i thuët dikujt, pse besove pa dhonë leje une? Po tja dush me hiktu me shtrafsigera me mpunu mua. Po i besova se e pash. E kur ta shot vërtetën, besimi vetë hinin zemër. E qish i thuët dikujna, a besove pra me zemër, kur ti realitet, ti nuk mënush me hinë zemër dikujna. Andaj shiko far ahma kloki. Amentum bihi, a i besuët Musës ati, pa ju dhanë unë e leje. A mirët leje për me besuën për zemër? Apo? Andaj dhe zërë, mi vetë në zullum qartë sot. E ata që ka zdojnë musliman, më konë musliman. Qka dojnë me në thanë? Amentum bihi qablen adhen e lekum. Sa diktatori ju ka thonë njerëzve, a besut ju pa ju dhanë unë e leja? E ku mirët lejo dhe zërë? A du të në mihin trafik, a të besoj ajo? Me veç do Firaun zamanit, a ban mi besu Allah dhe penga me sa më qka thot? Jo, ka dole, prit njerë, ta këshirmi. Apo, kur o dhe, hajde kur, që u banë 1500 vjetë. Edhe kur kini me dhonë atë dekret për me besu Allah unë gjelluala? Kur kini me dhonë leje me besu Allah unë gjelluala? Apo, për këtë asyja Allah, për shkak se e dise diktatorët kur nuk japin leje, i përcel, hajde hecë. Ka përcel ketë, me Staline, me Tite, me Enver. Ketë i ka përcel, se me prita ta me në dhonë leje, kur s'na japin leje? Ata me mujtë e nalin e zanin. Ama Allahu gjelluala nuk donë. Wa rafa'na leke dhikrak. A di dhe sa vendimet janë morë dunja, që mos mu thirë e zani Allahu Akbar, Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu anna Muhammed Rasulullah. Vendim dhe, vendim shteti. Vendim, s'ka mu thanë ma e zani. Kush e ka këshfuqizu këtë vendim? Kush e ka shfuqizu? Apo, e ka shfuqizu Allahu Gjelalu. Apo, për këtë asyje shiko kisha i ka thanë, amentum bihi, që shi besut ju ati? E për këtë asyje për shkak se s'ka ditë me thanë, ato i ka mësu, ka thanë, këshire që tërherë këtë të atetna me Musën, mos i thuj amentum bihi, po thuj amentum lehu. Apo, qite muhabetin financë, qite ebet ekonomik, qite muhabetin, qite me pare, se me zemër, sun mund është mi thonë dikuj pëse ki besu se, kjo pun zemëra, zemër su ki thujt, pëse bedotit ti kanë? Kjo pun zemëra, mora? O nuk përzirë në zemër. Thëtë Allahu Gjelalu, amentum bihi, kable en adhene lekum, si besuat ju pa ju dhanë në leje? A kuptoni vëzër, a kuptoni sa arrogant ka qenë Faraoni? Unë du të mi ju dhanë leje ju me besuat. Pra, edhe nëse është Musa pejgamber, edhe nëse Zoti i Madh Xhelal e ka dërguar, ju s'ban me besu pa ju dhanë leje une. E Allahu Xhelal për këtë këto arroganca do t'ja kalzon në fund vendin. Thot Allahu Xhelalu, amantum bihi qabla an adhana lakum inna hadha lamakrun makkartumuhu fil Medina. Përcjellë vëzër me Kur'an. Përcjellë me Kur'an. Kur'ani është mrekullia, apo fjala mrekullia e vogël. Është Kur'ani është mu'gjiz, na i thona mu'gjize. A i thona mu'gjize Kur'ani. E çka mu'gjize vëzër? Të kallzon, çka s'në të kallzon kurkush. A kthehemi prap. Kush i thiri çto sirbazat në pallat 3000? Kush i thiri? Kush i thiri? I thiri Firauni. Kthanu prak më herët. I than sirbazat në ajetin 113. O Firaun, o krijetar, na rrugë morna, a na shton rrugën me fitu Musën ajo? Çka ju tha Firauni? Qale na'am wa innakum la min al-muqarrabin. Ju jeni 20.000, 20 nga 1000. A janë 20.000? Po. E këshire mas i kam besu që ka bo muhabet. Hajde, përcjellë, thëtë Allahu Gjelalu,
Inne hadha le mekrun. Kjo është konspiraci, kjo është agent, kjo kurth. Këtë komplot ma kini ba ju me musën muë. Kush e ka ba me musën këtë komplot? Ti na kithir, njerës të tu jena, rogën e morra pitije. Se eftena të po musën, se eftena të po musën. Ti neve në thu qka, ti e ki bo kurth. A i ki bo ardhë konda që edhe zullum qarë që shpesojnë. Gjithë qka e morin këndër tëne. Apo, se efte ti e shadikan, thot, ti e ki bo në këtë kurth. Ti ju e kini bo qështu, ju e kini ujdis qështu. Kush e ka ujdis, more? Qa ka ujdis? Shiko, ki ka thonë, kjo njërës të mi. Ju një njërës të mi. Ju nëse fitoni ja u rriti rogën. Edhe në fund që ka thonë, inne hadha le mekr. Ju me musën i bo plan kurthi me murdzu muë. A veç që montonë vëzër që këtë muhabet. Sirbazat pas kanë bo muhabet kurthi, plan me musajin, që me hi musajin palat, kimi thirë njës të vetë, ata me besu, edhe kitë kjo. Andaj vëzër, kur jenë zullum gjithë shka konspiracion duket. Kur jenë padrejtësi kret agent kundër ti duket. Thotë Allahu gja për munafikat, jahsebune kulle sajhatin alejhim. Munafikat shkat nin pi Kur'anit, pi haditheve, pi fjalëve të njerëzve, këtë thënë, këtë kundër neve, këtë kundër neve, kundër mua kjo, edhe kjo kundër mua. Ka dalë edhe, ka dalë se edhe me dek ti del dilli. Ka dalë se edhe kur që e konë ti ka dalë dilli. Ka dalë se edhe 100 vjetë masi vdes ti del dilli. A mëse merë vetën me siklet. Nuk ban kërkush kurth kundër dikujna, pa pasën një autoritet shumë të lartë. Dhe Allahu te bareke ve teala në Kur'an thot, inne hadha le mekrun mekkertumuhu fil Medina. Ju e keni ban qitet këtë kurth kundër muë. Dhe Allahu gjele gjelalu, li tukhriju minha ehleha. Shiko kur hupin o dhe zërta, e ndrojnë muhabetin. Ka thonë, ju e keni ban këtë kurth, gjithmonë me Musën dhe Harunin dhe Sirbazat, kur bëhen musliman, gjithmonë e përmenë vesh një fjallë, li tukhriju minha ehleha. Apo, ju doni me pri shtetin, që këtë laf e kanë përmen që kanë. Ju doni me pri shtetin, ju doni me pri shtetin. A dini me të një laf qëtër, a dini një laf qëtër. Thuj, por shemë të shka tjetër. Apo, shiko, edhe në fillim i tha, li tukhriju, ju rridu e ju khrijgjekum min ardikum, do mja u pri shtetin, edhe këtu ka thonë, do mja pri shtetin. Pse o dhe zër? Sepse s'ka gjithë argument. Nuk ka gjithë argument. Thëtë Allahu te bareke ve teala, li tukhriju minha ahleha, fasawfa ta'lamun. I ka thonë sirbazave të vetë, e vini revëzë përse në tash me vëmendje. Kush janë sirbazat? Dostat e Firaunit. E kur momentin që ka i beson Zotit madh Gjelle Gjelalu dhe del prej zullumit në besim, qaj dosti ma ngat, këshire Firaunit dostit mat ngat që ka i thot. Në të regonë Allahu Gjelle Vala, për të regu se të zullum qartë s'ka dosta, ka interes. Ama kërin interesin ti mu? Po. A jenë shërbimin tem? Po. Atë moment që nuk jenë shërbimin tem, absolut, jo një grim, absolut, hiq, pa kufizu, për ndryshe, që ka thonë, fesa u fëtal e mund, minjar kërstimi vjetë, fesa u fëtal e mund, e shetë një që ka me u po, qka ju ka po? Thëtë Allahu Gjelle Gjan Kur'an, le u qatti'anne ejdijekum vë argjulekum, kam ja u këput durt edhe kamt, ama jo komplet, min khilaf, një dorë të prej, edhe në kundër të në të prej, për shemë të prej djastën, edhe të prej kamën e majtë, që me të lanë kur qish. Që me të lanë kur qish. Pra, për shemë, e hek një në ndorë, edhe hek një në kamë, edhe njëri ju, edhe i gjimtum, edhe i cungum, edhe i shëmtum. Thëtë Allahu Gjelle Gjelalu, thumme, le usallibennekum e gjmain. E pastaj, kam ju varë, kam ju krizuë, kam ja u këput një ardurt. A e kupton dhe që ki Firauni, i cili ka vra foshnje e fmi, i cili i tha Musës a.s. Ajtë ta shof në farë argumente kije, ajtë ta shof në farë fakte kije, qikosh farë gjuhe ka realitet, kur atina i del interesin jashtë. Andaj dhe zërë, për ta kuptue çdo njeri se qëfar karakteri ka brenda, qëfar duhet me ba, kur t'i vene interesi kunder. Për këta sujet t'i e gjenë gjdo pengamber, se kur t'i mrije maja e sprovës, a i nuk shprej hasha, jo kësi fjale, as në gjajshëm, as në gjajshëm, as në gjajshëm, as në gjajshëm. A nuk i kanë vra pengamber? A nuk i kanë torturu pengamber? Qëfar kanë thonë o dhe zërë? Qëfar kanë thonë? Rabbena e frika alejna sabra, o Allah në shlu sabr. Apo, dhe kanë qëndruhe. Shiko dhe zërë pengamberi jonë sallallahu aleyhi sallam, çdo luft në të cilën ka pësu diqka, a ka thonë le usallibennekum e gjmain, kam ju varë, kam ju prej, jo. Qëfar ka thonë? Në luftën, në ikjen
Kur ka hik pejgamberi alayhis salam në Taif, kur ja kanë shlu mendjeletit. Shikoj vetë çka do të thonë karakter pejgamberi, dhe çka do të thonë, nëse këtu kemi ballafaqim, faraon me pejgamber. Apo e çfarë ka ndodhur? Ja kanë shlu mendjeletit e kanë gjujt me gurzi dhe kanë xhakos pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe shka interesant do vëzër se ti me ta shlu dikush një budall me gjujt me guri, ti edhe sun mirësh me atë budallën, se budallën ti edhe me mitë thonë e kanë mirë budallën. A kupton se sa keq e kanë prunë pozicion pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Apo i kanë mbledh budall, edhe i kanë thonë, "Mane kanë i guri këtu. Shtash vjen në njëri gjune." Ai budalla se ti e gjun. Edhe pse sa kam më shumë keq. Se kanë shlu budall me gjujt me guri. Edhe për shkak se vëzë pejgamberi sallallahu ka qenë i rujtur prej Allahu xhelal xhelalu. Ka ardhur Jibraili. Ka thënë, "O Muhammed alayhi salatu wasalam, Allahu i ka dërguar me mua me lek të kodrave." Çto kodra që janë mbrana Taifit. Edhe po të ban selam për këtë gjak që ta kanë nxjerr. A do mi bo bash kodrat edhe mi zon këto komplet këtu? Çka ka thënë alayhi salatu wasalam? Jo. La'alla Allah, ka thënë ndoshta Allahu en yukhrij min aslabihim, ndoshta Allah pi kurrizit që ty vesh ka më banë çket punë, ka më nxjerr njerëz të se ka më thënë la ilaha illa Allah Muhammedur Rasulullah. Edhe mo kët Taif jo bo musliman. Kët Taif jo bo musliman. Po këtë asoj shiko ki pak kur ju ka prek interesi. As gjak si ka dal, as kur gjo ala në palata, kur vetë se besun si erbast. Kini me pa se ju baj. Po këtë asoj kjo është karakteri zullumqarëve, të cilët kur ju prej këtë interesi dalin për kontrole. Thot Allahu te bareke ve teala në vazhdim, thot qalu inna ila rabbina munqalibun. Vini re tani më mend çeta, nëse do vim te debati i tretë. Vini re. Sirbazat që janë kon puncum te Firauni 3000, ndryshe foli me Firaunin, mas i kanë besu 80.000 sirbazat që janë kon puncum te Firauni, ndryshe folin. Çka ju tha Firauni? Firauni ju tha, kam ju mit ketëve. Vdekje vëllazë. La usalliben, vdekje. Mirë po, sirbazat e Faraonit janë mësu me rrok të mirë, janë mësu me bullok, janë mësu me lasti. Andaj ndryshe folin të puncum e sirbazve, ndryshin fole këto sirbazë se do të dhinë ma vonë, 80.000 sirbazë. Këto që janë të puncum. Këto të puncum qish folin? Këto folin pak ma but. Qa kanë thanë? Ka thënë inna ila rabbina munqalibun. Sikur që dhe inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ka të hek njëri. Ka thënë te Allahu t'jena, te Allahu kena mu kthije. Te Allahu kena mu kthije. Pastaj që kanë thënë, ama tanqimu minna. Ka thënë o Firan, po pse po i dhnohesh me neve? Shiko sa but. A ku të vinë këto 80.000 sirbaz, të cilës janë të puncum këto. Këto vinë me parë. Ama kur e shohin se Musa pejgamber, njëjtën ja u thot Firauni. Ama ato thon la dhajr. Çka dush me van mit na mos na mit. Ama këta të parë nuk thonë ashtu. A dim se nuk thonë se këto janë rrit pallat. Ai që rritën pallat, ai keni pa gjuhën e kondrishe. Keni pa ata që janë rrit me rroga, ata janë rrit në për statuse pak më të larta. Ai ndrishet apo kryetar ka dalë se u banë besimtar, ama ka dalë pak. Wa ma tanqimu minna, ka dalë pse po i dhnohesh ti. A këta tjerë që ka i kënë thonë, faqdi ma ente qad, mit na mini harit se kena gajle. A kush i thonë që ta? Qëtër sirë bazë janë. Këto së në thonë që ta. Se këte janë rritë. Këto e din që sho me jetu mirë. Thëtë Allahu gjelua, wa ma të nqimu minna illa an amenna. O Firaun, se po i dhnohesh me neve nafse veç kena besue. Ne kena besu Zotit matë të bareke vë tjala. آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. Shikoj çfarë dua e kanë bë. Këta të tjerë se kanë bë ashtu. Këta tjerë do të vim. 80.000 sirbaz, ata këtë tjetër muhabet kanë bë me Firaunin. Sa ato se janë rrit, ato janë rrit në për qytete me fukarallok. Andaj kur ti besojnë Allahu i thonë Firaunit, o Firaun, la dhajr. Ti s'un mundesh me na kërcënu neve. Inma taqdi hadhihi alhayat. Ka thonë ti vesh dunja mundesh me na dënuar. Në ahiret s'ki dorti. Thot Allahu te bareke ve teala. Dëgjoni çka thonë. Thonë pse o Firaun po i dhnohesh me neve? Pse po zemrohesh me neve? Vetë pse i besum Zotit ton kur na erdhën ajetet e Zotit ton. Pastaj ka thonë, o Zot, efrig alina sabra. O Allah, na jep sabër, vdekje. Efrig alina sabran wa thabbit wa tawaffana muslimin, dhe na merr shpirtin musliman. Por o Allah, mos lejo që pa durimi me na kap, mos me pas na sabër e pitutës me dezertu runa Zot. Thot Allahu te bareke ve teala, wa qala al mala'u min qaumi fir'auna atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ard. Shiko tash paria del pa. Ka dalë Firaun.
Mos e korsnove këto sirbaz. Ka dale, ka thonë, e të dhëru Musa? A Musa na pelea? Dhe ti pi korsnon këto sirbazet, apo? Po ti këtë kryesorin ku pele? Ka thonë, e të dhëru Musa? Shiko këto paria, ta minjar për mas. A veç këto i kanë fajet, po të si kanë fajet. Të realisti Musën dush me vraje. Andaj ka thonë, e të dhëru Musa? A pele Musën? Andaj Musa a.s. ku të kërsnohet për Firaunit, çka kam i thonë Firauni? Firauni e merr këtë këshillën e këshillit vet, pastaj e plason si fjalë vet. Ka thonë, dheruni aqtul Musa. Andaj këta kanë komunikim apo njëri me tjetrin. Këta vetë i thonë, e të dhëru Musa, pastaj ai thot, dheruni aqtul Musa. E ç'a po ndodh vëllazë? Këta i thonë, e pse peleti Musën gjallë këto pivret? E pastaj çka ka më thonë ai? Ai ka më thonë, lemni ta vras Musën. E kusha do të nalë? Dheruni. Apo, pra ki demokrat liberal pelip fjallën e njëzve. Ju shka po thoni? Dheruni lemni. E pse nuk thave ti kur vrit që foshnja dheruni a këtul? Lemni mu ti vrash foshnjat. Pra kjo kitë për qfar? Për mja u shpërlatru një dheruni, lemni. Kusha do të nalë, realisht? Po e ka pasë që tërkush është erujt e Musën a.s. A dhe ka në dheruni a këtul Musa. Së në mitë Musën a.s. Erunë Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa këta si vëzër, shiko, në debatin e dytë Firauni nuk flet heq. Kur flet, veç kreton. Andaj, gabim mas gabimi, edhe aj nuk diti që të shka, unë ju vras, unë ju pres, unë ja gjumtoj trupin, edhe pasaj do dhim kur ti thot Musa a.s. Të debati i tret, nëse snalësh, do dhim nesër, pas nesër, nëse snalësh, o Musa, as parit burgosi, e nëse s'nalësh nuk nalësh, dëvras. Apo, po këtë të janë lafet Firaunit i ka gjujt në lumë. E Allahu gjela e ka shpëtu Musën a.s. I ka shpëtu e bitë Israilit dhe e ka përmbys dhe e ka shkatru e Firaunin. A dhe kjo dhe zërë është debati i dytë i cili zhvillohet me parine Firaunit, me Musajn a.s. me Harun a.s. dhe me sirbazët, ku 3.000 sirbaza bëhen musliman në prani të Firaunit dhe ministrave dhe Musajt a.s. Pastaj vazhdon Allahu gjena të regon se këtë debat do të zhvillon edhe njëherë ata. Ka dale se shumë pak këto kenë. Të paria e vetë kam i thonë, këto sirbazët e tu, që e kena na, shumë të lotë kanë në kanë. A dhe ka thonë, të lypë qëfar, sirbazët e tjerë. Lypë edhe një takim me Musajn a.s. Dhe da shojmë e lejnë Allahu të barek e vëtala në vazhdim. Elusim Zotin e madhë Gjellë Gjellalu, që Allahu të barek e vëtala të në mundëson që ta kuptojnë a Kur'anin, që ta lezojnë a Kur'anin. Elusim Zotin e madhë Gjellë Gjellalu në këtë të Ramazanit, Allahu agjërimin të banë kabul për neve. Elusim Zotin e madhë Subhanahu wa ta'ala, që Zotin Gjellë Gjellalu, kudo që kemi qëlluar, ajo ka qenë prej Allahut, Allahu tash problem, e kudo që kemi gabuar, ka qenë prej meje, edhe prej shejtanit. Elusim Allahun që Allahu na fal. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.